Si shqiptar, unë ndjeva mjaft krenar që shefi NATO-s përqafoi shefin e vendit tim. Por më parë zoti Mark Rutte, do duhet të lexoni dhe të dinit statistikat dhe raportet ndërkombëtare për këtë qeverisjen e tij. Dhe mbi të gjitha, mbi 33% e popullsisë larguar pikërisht nga dhuna e këtij njeriu. Mbi 70.000 fëmijë të braktisur nga familjarët me dëshirë në dyert e Europës. Më mirë vetëm pa familjen, pa prindrit, se sa në duart e këtij. Për këtë u gëzua dhe përqafuat zoti Rutte, në cilin nga 32 vende anëtare të NATO-s janë këto statistika. Sa mirë do t'ishte sikur t'i dija, madje pyeta edhe ChatGPT-n, por nuk ishte në gjendje. Këtu është sekreti. Ju ftoj të gjithë juve ta pyesni ChatGPT-n, në cilin nga 32 vende anëtare të NATO-s janë larguar mbi 33% e popullsisë. Nuk do t'japi përgjigje. Është një pyetje me spec. Edi Rama, çfarë i ke bërë asaj Shqipërie mor dreq?